Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vaj i ullirit. Çfarë shkakton për diabetin, zemrën dhe kolesterolin? Mjekët japin lajmin e papritur. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi e farmaci ose edhe për higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos acidi oleik dhe antioksidantët e ndryshëm mjaft të rëndësishëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që do të sjellë për organizmin e njerëzit, ai mund të cilësohet si një nga produktet më të mira në dobi të shëndetit dhe mbajtjes larg të këtyre komplikacioneve. Ai cilësohet gjithashtu si mrekullia mesdhetare. Nëse do të konsumoni një lugë vaj ulliri çdo mëngjes, do të parandaloni 10 probleme dhe ai do të sjellë këto përfitime për shëndetin tuaj, citon dhe Elsaj. Ndihmon kundër problemit të demantinës. Një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të Alzheimerit është rritja dhe akumulimi i aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë treguar se vaji ekstra i virgjër i ullirit ka fuqi të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve antioksidantë të cilët e spastrojnë atë. Prandaj vaji i ullirit mund të jetë një zgjidhje produktive me shumë përfitime në këtë drejtim. Vaji i ullirit do të mbajë larg edhe problemin e radikaleve të lira. Nëse doni që të mos shqetësoheni nga problemi i radikaleve të lira në organizëm, përfshiheni vajin e ullirit në dietën tuaj. Vetitë e vajit të ullirit janë të mira në luftën kundër problemeve të ndryshme të radikaleve të lira, por vaji i ullirit gjithashtu është një zgjidhje produktive shumë ushqyese edhe për persona të cilët vuajnë nga sheqeri i lartë në trup. Nëse jeni një nga këta persona, atëherë vaji i ullirit do të jetë pjesë prezente më e mirë ushqyese për dietën tuaj, sidomos në balancimin e luhatjeve të sheqerit. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër për personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit dhe gjithashtu ndihmon në rregullimin e tensionit në trup. Përfitimet më të mira të vajit të ullirit janë kur konsumohen esëll në mëngjes, dhe pasurimi i dietës suaj me këtë vaj të veçantë vazhdimisht do të japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ai do të forcojë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Antioksidantët tek vaji i ullirit ndihmojnë në mbrojtjen e sistemit imunitar nga infeksionet dhe pasurojnë atë me element ushqyes për të rritur gjithashtu përfitimet e trupit. Vaji i ullirit do të mbrojë shëndetin e zemrës. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit dhe sipas Health Plus mund të ofrojë gjithashtu përfitime më të mira në balancimin e shëndetit të zemrës, citojnë ekspertët. Vaji i ullirit është një aleat shumë i mirë i trupit edhe për ata persona që duan të bien nga pesha e tepërt. Ai ju ndihmon në ndjekjen e sasive të dhjamit të tepërt, sigurisht i kombinuar edhe me dietë dhe me ushtrime të mira, do të japë rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim. Për konsum të përditshëm mund të ofrohen për trupin tuaj të gjitha këto veti me konsumin e 30 ml vaj ulliri çdo ditë. 30 deri në 50 ml vaj ulliri në ditë mund të japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet e tij pozitive në shëndetin e zemrës dhe për mrekullitë që bën për trupin që shkojnë përtej kësaj. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga përfitimet më të mira ushqyese që do të merrni nga konsumi i vajit të ullirit. Ndihmon në përmirësimin dhe shndrimin e lëkurës suaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike të bukurisë dhe mund të japë rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe mund të përdoret gjithashtu një pastrues shumë i mirë i trupit edhe në përmirësimin e balancës suaj. Është e rëndësishme që këtë vaj ta keni pjesë rezistente të dietave tuaja, gjithashtu edhe për të përmirësuar dukjen e lëkurës. Vaji i ullirit është një aleat i çmuar i shëndetit tuaj, i cili ndihmon edhe në humbjen e peshës së tepërt. Shumë studime kanë treguar se
Ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vajin e ullirit, mund të ofrojë përfitime të mira ushqyese edhe për trupin. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e kilograme të tepërt. Vaji i ullirit është një aleat i çmuar për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Ai përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e nyjeve. Vaji i ullirit i ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit të nyjeve dhe të kockave. Duke dhënë rezultate të shkëlqyera në këtë drejtim, do të ndihmoni organizmin tuaj që të ketë edhe nyje më të forta. Mban larg inflamacionet dhe jep rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen tuaj. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqimet e tjera të pasura si omega 3 zvoglon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kryesisht edhe nga inflamacioni. Vaji i ullirit është një aleat i mirë i trupit edhe për shëndetin e zorrve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar se lufton baktere dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojë dëmet në më pak se 14 ditë. Vaji i ullirit është një aleat i çmuar i shëndetit tuaj, sidomos edhe kur keni luhati të forta të sheqerit në trup. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi e farmaci ose edhe për higjienën personale. Vaji i ullirit cilësohet si mrekullia mesdhetare dhe është e pasur me elemente lartushqyes që balancojnë dhe lehtësojnë një sër komplikacionesh. Kështu, pasurimi i dietës suaj me këtë vaj do të japë rezultate të shkëlqyera në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë atë si një zgjidhje shumë më të mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies, ose keni probleme të konstipacionit, duhet të provoni këtë truk, citon Brightside. Acidet yndyrore të vajit të ullirit në qoftë se pini një lugë vaj ulliri me stomakun bosh dhe vitaminat e shumta që ai mbart do të përmirësojnë ndjeshëm sistemin tuaj tretës, do të forcojnë sistemin imunitar dhe do të mbajnë larg problemet e fryrjes dhe komplikacionet të ngjashme. Vaji i ullirit ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të bukurisë, sidomos nëse e ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazh i thjeshtë me vaj ulliri ose kombinimi me të verdhën e vezës, purre karote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj menjëherë do të ndjejë ndryshimet e para. Mëlçia juaj gjithashtu do të përfitojë nga konsumi i vajit të ullirit. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione ndërsa metabolizon të gjitha elementet. Sidomos, ajo ndihmon edhe në përmirësimin më të mirë të organizmit tuaj. Gjithashtu, vitaminat dhe yndyrnat omega 3 që gjenden te vaji i ullirit e bëjnë atë një zgjidhje mjaft produktive në dobi të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Nëse doni që të rrisni vlerat e trupit dhe të mbani larg këto shqetësime, pasurojeni dietën tuaj me vaj ulliri, një element i tillë i cili do të japë rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në regjimin tuaj ushqimor për një shëndet më të fortë, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbolojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.